kthyer në tragjedi këtë proces për Partinë Demokratike, sepse nesër, edhe sot me këto që po shohim, neve na del që Sali Berisha nuk ka moral të kërkoj edhe të flasi për tjetër stim vote, sepse moral kërkon dikush që është qelibar dhe nuk e bën vetë atë. Kështu që në këtë kuptim, këta i kanë prishur një punë të madhe. Nuk e flas tek pjesa e futjes dorë tek xhepat e shqiptarëve, flas. Te votat po flasim, te votat. Te votat, atë duhet, po mendimin e regjisë, ndoshta Klesti na ndihmon që të vendosi këto fotot në ekran, si shpjegojmë dhe qytetarëve të japin panoramë, se ne mund ta diskutojmë fare mirë këtu. Kemi po pra votat e PD-s, po ti shikosh, një dorë, ç'është kjo? Jo vetëm që është një dorë, po është dorë që është bërë shpejt. Nuk është dorë si shikoj, se kjo është dorë numërues. Po, dorë numëruesi. Kur shif çan ka ndodhur në rastin konkret, po e shef dashur koleg? Po e shikoj që është... Apo po shef ato ti, përputhen që? Po dhe përputhen se një histori përputhen i është bërë kjo. Vetëm mos shkote te novela turke se pastaj... Tani këtu është një dorë... Prit tani, kjo është dorë, paktën se sa e kuptoj unë. Ja, shifeni aty? Është dorë e shpejtë. Është tak e shpejtë, tak, është bërë kjo gjëja. Dorë numërues. Tak se na duhen. Siç i bënte Rama VKM-t. E firmosur ai vat. Edhe ka firmosur vat. Tani këtë kemi ne, nuk ka dalë gjikundi, pavarësisht se si kena vënë logo, po prap ne për hir të opinionit publik. Për hir të opinionit publik, po. Do është tani lajm. Këto janë votat që janë marrë nga këto të numërimit, qendrat e numërimit. Dhe këto janë të plotësuara nga shifçarë, si ka ndodhur, pak me informacionet që kam unë. Ka pas, kur unë numëruan votat e partisë, Ulani herë. pastaj votat e kandidatëve. Tani kishe shumë vota që janë votuar Partia Demokratike, po s'është votuar kandidati. Me kupton? Te aty... Te kandidati, kur i ka ardhur ajo, fleta prapti, se janë bashkuar prap, janë numëruar. Këdo partia... Këtë orienton me orientim partijak, tak. Janë plotësuar, sepse po të shikosh, ma le që vetë analizën të, si thuash, jo juridike, po të se si e kanë zbatuar këtë vendosjen e kryqit. Ku kemi shkruar ne, për shembull, ku kam shkruar me votu, kam votuar me kryq brenda kuadratit subjektin, kam votuar dhe deputetin ose kandidatin për deputet. Pra, me shumë nga dalë që mos dilja nga kuadrati. Po të shikosh të gjitha këto votat dhe të dyja fotot që unë i kam dhënë regjis, janë plotësuar me një shpejtësi kështu marramëndse dhe jo vetëm që e kanë bërë të orientuar votën te zonja Tabaku, e cila është më e mira e Tiranës, si më thënë, ka 22.000 kishte vota. Shumë kur e orienton me i miri del kushdo, puna është që ta fitosh vetë. Ka dhe akuza tjera për deputet tjerë që e kanë bërë, jo vetëm orientimin, pra mos ta marrë ai më mirë ta marrë ky. Kështu që kjo është një nga rastet e qarta se si i është bërë kjo, me fjalë është vjedhur shtëpia, por nuk është vjedhur nga kundërshtari. Kështu që besoj se këto zgjedhjet në kontekstin që po thoshte edhe Flogerti ose në pipamjen e Flogertit, që këto zgjedhje më shumë do tregojnë që këtu është bërë batardi midis njëri tjetrit dhe nuk ka dalë kjo çështje për te. Unë mendoj që në këtë situatë që është Partia Demokratike, unë e kam thënë, ne shikojmë 3 absurditete. Po qëndrojmë duke qenë se absurditeti brenda Partisë Socialiste përthithet nga resurset ekonomik dhe njerëzit edhe prej natyrës tyre bëhen pragmatist duke mos pa shpresë te opozita, zgjedhin të jenë pragmatist për të bashkuar me pushtetin. Në këtë kohë kur jeta është dinamike. Absurditeti është që tashmë këta këmbgulën fort. Si poet më ke folur. Kështu jam, letrar jam, po të qëndroj në shkrime. Absurditeti qëndrojnë që Zoti Berisha dhe antarët Partisë Demokratike flasin për një masakër zgjedhore që ata e kishin të pritshme, pa në informacion. Ajo që lidhet tashmë me faktin jo vetëm këtyre materialeve, por edhe materialeve ndibër. Këta nuk se e kanë pasur luftën thellësisht me Edi Ramën. Këta luftën e pas kanë pasur mes vetes. Pra këta nga që s'kan besuar se do mundin Edi Ramën, ka thënë hajt mundim njëri tjetrin. Dhe kjo të shpjegon dy gjëra. E para, numrin total të votave që mori Partia Demokratike, që janë marrë vetëm me struktura dhe nuk kanë kaluar për te i gardit, prandaj kanë marrë 500 e pak mijë vota, dhe ajo që është më e bukura, është që doktori, duke e ditur, mendoj unë,
shumë mirë masakrën elektorale që kanë bërë kandidatët e tij ndaj njëri tjetrit. Ka thënë me vete, me drejt Zotit, dhe unë po tisha. Ore, kur ka bërë nami Njorida fjala vjen me atë ndoj, imagjino çfarë na ka bërë Edi Rama neve. Edhe ka drejt ai kur thotë është masakër olla. Se kjo është masakër. M'fal, po ke disa masakra brenda një masakre. M'fal, po në momentin që të Janë betejë të ndryshme. Në momentin që të vjedh shtëpia, që vjedhësh brenda shtëpisë, imagjino ç'ka bërë komshiu, logjike thjesht. Kështu që unë doktorin vetmin që mirë kuptoj në këtë histori, i cili është për mua i preri i madh në besë, e kanë prerë në besë, është ai. Se ato e kanë prerë 2 herë në besë. Kjo ka qenë udhëzim orientimi doktorit. E para duke mos i bindur. Sigurisht. Sidomos Jorida Tabaku nuk ka qenë orientim. Dhe unë them që doktorit i ka ndodhur kjo. Ta mbaroj Ermal. I ka ndodhur kjo doktorit. Doktorit e para që i ka ndodhur, ose prerja e parë në besë që i kanë bërë të vetët, ka qenë kur nuk kanë kaluar për te gardit, por kanë bërë vetëm luftën e ngushtë brenda strukturave për të marrë këto njerëz të strukturave, grup seksionet, për të vendosur qoftë dhe votues, ato numëruesit atje për të bërë këtë marifetin në fund, më thash. Ky ishte besprerja e parë. Besprerja e dytë ishte kur i thanë tani mbrapa që besprerjen e parë e bën të parët, pra këta marifetxhin. Besprerjen e dytë e bën dytët, që për të ruajtur cipën e tyre, me drejt Zotit, ta dytët e kanë bërë tamam, por e presin besë një farë mënyre, është që i kërkojnë të ndodhi kjo që ndodh, që merra uloni një parti atje matan, siç e lejon ligji, me që nuk e jep vulën Partia Demokratike, me legalitetin, edhe të bën gjëmën. Kështu që unë nuk e di, po me këto vetëm një sekond, për një saksim, më falë. Ideja është çfarë ka ndodhur këtu që t'ja themi dhe çiko, se ne bëjmë çiko humor, sorrollasim temën, por t'ja themi dhe opinionet publike. Problemi këtyre është se orientimi partijak në secilën parti kanë qenë komisionerët. Prandaj masakra në thonjza ose vjedhja ka ndodhur tek anëtarët e komisioneve, sepse aty kanë pas komisionerë, janë 4 komisionerë, secilës parti, PD-ja ka të vetët, PS-ja ka të vetët, PD-ja me alatët ka të vetët, PS-ja ka të vetët, e pjesa tjetër ka qenë vëzhgues. Orientimi ndodh kur mos kryetari partisë, që nuk merret me këtë punë sepse Rama as Berisha nuk ka interes. Pra Berisha shkoi të tregonte përkundrazi, pra shkoi të tregonte farsën, pa ditur se këta kanë vjedhur shpim. Në Afrika se nuk do vot besoheshin. Në Afrika se orientimit dhe çfarë ka ndodhur, nuk është kryetari i partisë si ka vendosur komisionerët që thonë votoni ju Jorida Tabakun ose firmosin fletët e votimit pa firmosura për kandidatin, po për subjektin, firmosin në emër të Jorida Tabakut. Jo, kryesisht kanë qenë sekretarët e përgjithshëm ose kupola e Partisë Demokratike ose Partisë Socialiste, që e kanë lënë një kandidat apo jo, një kandidat apo jo, e kanë lënë me komisioner apo pa komisioner. Se mendon që i kanë gënjur më bale. Doktorin e kanë gënjur, i kanë thënë gjë, ne nuk kemi bërë kështu, na e ka bërë Rama. Dhe ai shkreti e ka marrë për të mirëqenë. Po jo, më fal. Mua duket viktim. Mua duket viktim doktori, po. Beson ti Flokert që Doktori dhe Rama. beson ti që mund ta gjeni njëri doktori? Po. Patjetër. Ata, më fal, ata bjem dakord për diçka. Kur i kërkon, më fal bale, kur i kërkon tërheqjen kryetarit partisë duke ju referuar Nenit Basha, ti miku im që ja kërkon, fjala vjen kushdo që tjetë nga ata që janë sot deputet, ata du ta japin vetë dorëheqjen të parë. Sepse kur humb, nuk humb Silvinjo, humb gjithë skuadrën. Tani, sigurisht që Silvinjo është i pari që bën hapin mbrapa, po pas asaj du të mbajë secili përgjegjësinë e vet. Këta, duke qenë se nuk duan të mbajnë përgjegjësi, e kanë gënjur dhe i kanë thënë na ka vjedhë Rama. Kupton? Dhe asnjëri nuk ka thënë që vërtet Rama mund të na ketë vjedhë pak, po kemi bërë dhe ne ca marifete të vota për. Ajo që është kontradikta e madhe në këtë histori është që numri i votave që janë të manipuluara brenda kandidatëve është, nuk e di se sa